Në Big Brother VIP 4 u komentua një deklaratë dhe Kellit se ekzistonte një video ku Rozana Radi kishte bërë një shef shumë të madh në një tjetër reality show. Si duket, ai po I referoi një konflikti mes Rozana Radit dhe Rezarta Shkurtës. Lidhur me këtë reagoi kjo e fundit, e cila me anë të një postimi në Instastory sqaroi një herë mirë situatën dhe marrëdhënien e saj me Rozana Radin. Më keni shkruar kaq shumë dje. E vërteta, me pak fjalë, unë dhe Rozana, rreth vitit 2008, kemi qenë në një show së bashku. Në atë program, kemi pasur një konflikt shumë të vogël, për të qenë të sinqert, ishte një debat pa asnjë rëndësi, sidomos krahasuar me ato që shihni sot në Big Brother. Tema e konfliktit? Thjesht, t'i bëjmë pastat me salcë apo me domate të freskëta. Ishte dita e 10 të e shot fjalë vajzash të reja, pa asnjë pasojë serioze. Pra, video dhune që përmendet nuk është e vërtetë, sepse diçka e tillë nuk ka ndodhur kurrë. Rreth 4 vite më vonë, afërsisht në 2012, kam pasur një tjetër konflikt me Rozanën, edhe këtë herë për arsye profesionale, jo për dashuriçka, siç është përfolur nëpër portale. Po, kemi qenë të reja dhe si atëherë, edhe sot, shumë gjëra bëhen për të krijuar zhurmën që, fatkeqësisht, është gjithmonë e nevojshme në botën e showbizit. E vërteta është që, pas kaq shumë vitesh, ato konflikte pa asnjë temë serioze, besoj se janë të harruara si për mua, ashtu edhe për Rozanën. Rozana nuk ka qenë asnjëherë mike e imja, por, në të njëjtën kohë, asnjëherë armike. Përkundrazi, në këtë Big Brother kam parë tek ajo një vajzë më të rritur dhe të ndryshuar për mirë. Le të kujtojmë se jeta reale ka më shumë vlerë se dramat televizive, shkruan Rezarta. Nga ana tjetër, tani pas daljes së saj nga Big Brother VIP 4 ka reaguar Rozana, e cila së fundmi ka dhënë një intervistë për Goca dhe Gra. Kur dole jashtë, çfarë të befasoi më shumë në shkrimet dhe reagimet që ishin bërë për ty gjatë Big Brother, e pyeti gazetarja. Më erdhi shumë mirë për mesazhin ose shkrimin që kishte bërë Rezarta në rrjetet e saj sociale. Një befasi shumë e bukur dhe e vlerësova shumë. Sigurisht të dyja jemi rritur dhe me atë rritjen tonë veprojmë ndryshe, flasim ndryshe edhe veprojmë ndryshe. Unë do ta falenderoj shumë sepse në një moment jo shumë të mirë timin brenda në shtëpi, kur dikush nga banorët e shtëpisë tha diçka të pavërtetë, Rezarta ishte ajo që doli dhe I vuri pikat mbi, tha Rozana.